Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku çudit botën, ky gabim që bëni kur hani qershi mund t'ju kushtoj jetën. Jemi në sezonin e qershive dhe këto ditë me siguri të gjithë i keni konsumuar me shumicë, por disa njerëz kur i konsumojnë i kanë qejf t'i hanë bashkë me bërthamat. Mirë po për gastroenterologët kjo gjë mund të jetë e rrezikshme. Mjekët e urgjencës kanë treguar se ndonjëherë ju është dashur dhe të bëjnë një ndërhyrje sepse dikush ka ngrënë qershi ose vishnjë të plota me gjithë bërtham. Çdo bërtham mund të shkaktojë një problem të madh në traktin gastrointestinal. Përkatësisht me kalimin e viteve për shkak të dobësisë së muskujve, vërehen zmadhime në zorrën e trash, siç janë xhepat. Bërthamat e frutave mund të bien edhe njëkohësisht të qëndrojnë aty dhe kjo zakonisht më pas ka nevojë që të zgjidhet me ndërhyrje kirurgjikale, thon mjekët. Megjithatë, ky nuk është problemi i vetëm. Bërthamat njëkohësisht nuk mund të treten dhe nëse dikush ka ndonjë problem me tretjen, ato qëndrojnë më gjatë dhe mund të fryhen me kalimin e kohës dhe të krijojnë probleme edhe tek të rinjt. Mjekët thonë se një sasi e vogël nuk shkakton komplikime, por nëse ham shumë bërthama, atëherë do të na ndodhin probleme. Për këtë arsye thjesht duhet shmangur çdo lloj bërthame, jo vetëm e qershisë. Mbase nuk e kishit menduar, por të ngrënurit me teprit të qershive mund të ketë pasoja në shëndetin tuaj, pasi qershit janë të pasura me hekur, vitamina C dhe antioksidues. Grumbullohen kalorit. Ndoshta duket çudi, por edhe pemët e shëndetshme mund të kenë kalori, të cilat janë edhe të rrezikshme për linjën. Një gotë qershi përmban 100 kalori. Mirë po nëse e teproni në organizëm mund të dërgoni më shumë kalori se sa e keni planifikuar dhe lehtë mund të shëndosheni. Sasia e tepërt me fibra krijon njëkohësisht telashe. Rreth 200 gram qershi përmban 3 gram fibra ose 12% të nevojave tuaja ditore. Nëse ju e teproni me qershitë, sasia e tepruar mund të shkaktojë fryrje, gazra dhe njëkohësisht diare. Shumë karbohidrate, vetëm 2 gota qershi përmbajnë 50 gram karbohidrate ose 17% të nevojave tuaja ditore. Karbohidratet në qershi përbëhen nga fibra dhe njëkohësisht sheqernat, prandaj 2 gota qershi në vete përmbajnë edhe 40 gram sheqer. Alergjit. Qershit përmbajnë proteina dhe tek persona të caktuar mund të shkaktojnë alergji. Nëse keni alergji në qershi, mos guxoni t'i hani sepse shkaktojnë probleme me përtypjen, mundime dhe njëkohësisht diare. Qershit janë padyshim super ushqimi i stinës së verës. Të buta dhe plot lëng mund të jenë të ëmbla ose të athta, por gjithnjë me një shije mjaft të mrekullueshme. Vetëm një tas prej tyre përmban rreth 90 kalori dhe njëkohësisht është i pasur me vitamina A dhe C. Sipas ekspertëve, konsumimi i këtij fruti të vogël, por njëkohësisht plot shije, i dhuron trupit tuaj mjaft vlera të rëndësishme. Në këtë video, ju do të mësoni për të gjitha vlerat e jashtëzakonshme që ju mund të përfitoni nga kokrat e qershive. Ndikimi në kocka. Qershit janë një burim i madh antioksidantësh, i cili gjithashtu ndihmon në rigjenerimin e kockave. Mjekët i lidhin edhe me reduktimin e acidit nitrik, që është njëkohësisht faktori më kryesor për sëmundjen e artritit reumatoid dhe osteoartritit. Sipas një studimi të Universitetit të Bostonit në Amerikë, konsumimi i këtij fruti ul me 35% shansin e dhimbjeve të kockave. Gjithashtu qershit parandalojnë njëkohësisht edhe inflamacionin, por nga ana tjetër mund të ulin edhe problemet me presionin e ulët të gjakut apo edhe atij të lartë.
Uli nivelin e sheqerit në gjak. Për të gjithë personat të cilët kanë diabet, qershit mund të jenë zgjidhja e duhur për të qëndruar sa më të shëndetshëm. Sipas ekspertëve, antoksianina sipas mjekëve rrit me 50% prodhimin e nivelit të insulinës në trup, duke ndihmuar kështu në rregullimin e sheqerit në gjak. Ndihmon në sëmundjet e zemrës. Qershitë e afta ndihmojnë edhe në përmirësimin dhe parandalimin e sëmundjeve kardiovaskulare. Nëse i konsumoni vazhdimisht, atëherë ju do të parandaloni edhe riskun e prekjes nga ataku në zemër. Ndihmojnë gjithashtu edhe në reduktimin e yndyrnave të këqija duke ju dhuruar një trup sa më të shëndetshëm. Nga ana tjetër, do të ndihmojnë edhe kundër sëmundjeve të këqija. Një dietë sa më e pastër me fibra do të promovojë tretjen e mirë dhe do të ulë rrezikun e prekjes nga sëmundjet e zorrës së trash, veçanërisht qershitë e afta, të cilat përmbajnë disa enzima që ndihmojnë trupin të rregullojë radikalet e lira. Ndihmon edhe në përmirësimin e memorjes. Janë një burim i mirë antokianin, që do të thotë një shëndet i mirë për memorien. Ky frut kaq i shijshëm gjithashtu e ndihmon trurin që të përmirësoj funksionet e tij dhe të përmirësoj memorien tuaj ndër vite. Ndikimi tek gjumi. Konsumimi një tasi me qershi, sidomos në kohën e darkës, do të përmirësoj edhe cilësinë tuaj të gjumit. Sipas ekspertëve, qershitë ndihmojnë në rregullimin e orës së brendshme të trupit dhe cikleve të gjumit tek njeriu. Kjo pasi janë të pasura me melatonin, një enzime e cila ndihmon në qetësimin e organizmit. Ne ju këshillojmë të konsumoni gjithnjë qershi të freskëta apo lëng të freskët të shtrydhur të tyre për të marrë vlerat më të mira. Ndërkohë, sipas mendimit të shumë ekspertëve, qershitë janë një ilaç natyral nga natyra, dhe këtu ju do të mësoni të gjitha arsyet shëndetësore që sezonin e tyre mos ta humbisni dhe të hani sa më shumë qershi. Sipas mendimit të shumë ekspertëve, qershitë janë një ilaç natyral, prandaj ato do të ndihmojnë edhe në mbrojtjen nga sëmundjet e zemrës. Këto fruta të kuqe, që për shumë njerëz janë një ëmbëlsirë e preferuar e verës, janë burime të pasura të zinkut, hekurit dhe njëkohësisht kaliumit, manganit dhe të bakrit. Kaliumi gjithashtu ka një efekt pozitiv në shëndetin tuaj të zemrës dhe është komponent mjaft i rëndësishëm i qelizave dhe lëngjeve të trupit, të cilat njëkohësisht rregullojnë edhe punën e zemrës dhe presionin e gjakut. Kanë veti antiinflamatore dhe njëkohësisht ndihmojnë edhe nga infeksionet. Në saj të një efekti antiinflamator, fruti i kuq në përgjithësi paraqet aleatët më të mirë kundër dhimbjeve të kyçeve. Njëkohësisht ato janë të pasura me antioksidant, polifenol dhe njëkohësisht vitamin C dhe E, beta-karoten. Ky frut parandalon oksidimin e qelizave, që njëkohësisht i shoqëron proceset inflamatore, kështu që rekomandohet për njerëzit të cilët vuajnë nga dhimbjet e kyçeve dhe artriti apo kanë lëndime sportive. Sipas ekspertëve, 20 qershi në ditë kanë efektin e më shumë ilaçeve. Mirë po, duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.